përplasjet cilat kanë qenë sot në kuvendin e Kosovës e ndjekim. PDK-ja i u drejtua sot sallës së kuvendit me një kërkesë të qartë, vazhdimin e seancës konstituive. Deputetët e PDK-s dhe Aleancës u mblodhen këtë mërkur nga ora 11 në sallën plenare të kuvendit të Kosovës, duke kërkuar që seanca e papërfunduar të vazhdojë. Ata i kërkuan kryesuesit të seancës konstituive Avni Deharit që ta thëras vazhdimin e saj me synimin për t'i dhënë fund blokadës dhe për ta quar përpara procesin e konstituimit të legjislativit. Deputetët e këtyre dy partive opozitare akuzuan lëvizjen vetëvendosje për blokadën institucionale, ndërsa kërkuan që sa më shpejt të ndërmerren hapat për thirrjen e seancës konstituive. Në anën tjetër, kuvendi i Kosovës i hapi dyert edhe për mërgjimtarët, të cilët për 3 ditë me radhë vizituan sallën plenare dhe patën mundësinë të njihen nga afër me punën e institucionit. Në pritje të mërgjimtarëve ishin edhe deputetë të lëvizjes vetëvendosje, me syre dhe ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu. Por hyrja e Haxhiut në sallën plenare solli edhe përplasje me deputetët e PDK-s. Me styre pati debate të ashpra verbale, ndërsa në qendër të përplasjes ishte kërkesa e deputetëve të PDK-s për vazhdimin e seancës. Thirreni seancën ishte kërkesa që ju përsërit Haxhiut nga deputetët e PDK-s. Pse nuk vini në takim? Pse s'vini në takim? Pse piskatni rrugë dhe nuk vini në takim? Ani bashkë PDK ja demokraci. Pas përplasjeve në sallën plenare, nga radhët e lëvizjes vetëvendosje u rikthye edhe një tjetër mesazh politik. Deputetët Donika Gërvalla, Ardian Gola, Ardian Rusemi dhe Vigan Qorolli përsëritën thirrjen për dialog dhe takime mes partive, por tensionet nuk u ndaluan me debatet verbale. Derisa Arbëria Nagafsi po përballej në debat me deputetën e PDK-s Blerta Deliun, situata u tensionua edhe më shumë. Në një moment, deputeti i Aleancës Albana Bytyqi e shtyu Nagafsin dhe i kërkoi të largohej nga salla. Megjithatë, përplasjes mes deputetëve të lëvizjes vetëvendosje dhe PDK-s nuk u ndalën me kaq. Tensionet u zhvendosën edhe në përballje të tjera. Debatet me syre eskaluan në ngritje zëri, akuza të ndërsjella, ndërsa në një moment u hodh edhe ujë. Në sallën plenare nuk mungoi as gjuha e ashpër. Deputetja e PDK-s Ganimete Musliu e quajti deputetin e lëvizjes vetëvendosje Ardian Gola kriminal, duke akuzuar atë dhe deputetët e tjerë të kësaj partie për shkelje të kushtetutës. Një tjetër moment tensioni u shënua mes deputetit të PDK-s Mërgem Lushtaku dhe deputetit të lëvizjes vetëvendosje Adnan Rustemi. Lushtaku e shtyu Rustemin duke i kërkuar që të shkojë dhe të kërkojë thirrjen e vazhdimit të seancës. Situata u qetësua pas ndërhyrjes së deputetëve të tjerë, të cilët u përpoqën të ndalin dhe të shmangin për shkallëzimin e mëtejshëm, e mëtejshëm. E gjithë kjo skenë kaloi pa reagimin e mërgjimtarëve që ndodheshin në kuvend. Jo, po thom unë, po thom qish nuk u shkel me 56 seancat parlamentit, shembull. Pse e pru deri në atë kohë muaj? Kush e shkeli? E mandatin me bo. Jo, ata propozeshin, po ju s'teshin mja bohe as numrin, as votin mja dhonë. As me abstenue në sol nuk jakni dhonë mundësin. Për juve, u kry filmin. Dhe jam në skemë për mirë se ke orë. Je gjithmonë i Unë e vi se e të mpirë boba këtë vi. Se e të mpirë boba vi. Aj, është për mos me kontribuar. Alvin boba i politikës evropiane. Nësë qytetarë, të cilët në shekuj me radhë kemi sakrifiku për këtë konstitucionari, do të ambrojmë këtë rezultat. Nuk do të mbillim sysh. Kjo është kuq i rendit ligjor. Nuk mund të shoqërit me u zhvillue në gjendje anarkike. Kushtetueshmëria do të më mbrojtë nga secili prej neve. Përgjatë gjithë këtyre tensioneve, në mesin e mërgjimtarve, kishte edhe nga ata që mbani në duar pankarta me mesazhe të ndryshme politike.
Por pas gjithë përplasjeve, debateve dhe tensioneve të shënuar në sallën plenare, Kuvendi i Kosovës vazhdon të mbetet i pakonstituar. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti u ka dërguar edhe dje ftesë liderëve të partive opozitare për takim, teksa kryesuesi i seancës konstituive thot se seanca vazhdon vetëm kur të ketë marrëveshje politike.